ka rënë në takim me një vend ku është mbreti e ka shpall vetën Zot. A është i pari që e ka dashur ta marrë këtë epitet sikur unë jam Zot? Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Episodën e 5 që i vjen, në ndalëm të pjesa kur Ibrahim a.s. është në katapult. Edhe mirë është tash një përsëritje, do të thonë në episodën e kaluar, çka kemi një përmbledhje të shkurtër nëse mundet. Pra Aslan e cekam edhe më përpara se Ibrahimi i pathi ato idhujt. Edhe ata populli që ishin aty vendosën së bashku me babën e Ibrahimit. Vendosin që ta djegin ata, edhe ndezën një zjarr të madh. Aq i madh ka qenë që u desht me një katapult me hedhë Ibrahimin në zjarr. Edhe në momentin që po e hedhin Ibrahimin, po e lëshojnë katapultin ta hedhin Ibrahimin në zjarr, në këtë moment ka ardhur Xhibrili alayhis salam. Se ky pejgamberët kanë pas kontakte me melekun Xhibril për shkak të shpalljes. Mirë po i vjen në këtë moment edhe për të ofruar ndihmë. Megjithatë Ibrahimi alayhis salam me besim, me bindje të madhe, i thot se nëse është prej Allahut, e pranoj, prej tjerëve jo. Edhe thot, të mjaftueshme kam Allahun. Ndodh çka ndodh, të mjaftueshme kam Allahun, edhe ai është sa kujdestari mirë, sa mbrojtës i mirë është Allah. Edhe nuk ka pranu. Pra në kësi situatë është vështirë. Po. Edhe ato e kanë, në atë moment, e kanë lëshu katapultin dhe e kanë hedh Ibrahimin në zjarr. Do të thonë, duke hedh Ibrahimin në zjarr, veç Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar zjarrin, se zjarri ka natyrën me djeg. Po, no. I ka thonë, o zjarr, tash kem, do thonë, këtu do të hyn Ibrahimi, ti do të bëhesh i ftohtë dhe do të i freskët, po paq, jo me ftohtë, të jetë fllad, të jetë mirë për te, këndshëm, po përshtatshëm, edhe është pasi është hedh brenda në zjarr Ibrahimi, nuk është djeg. Teshat e rrobat janë djeg, thuhet ndonjë informata dhe prangat që i ka pas janë shkri, Ibrahimi nuk është djeg. Kur ka pushuar zjarri, e kanë pasë Ibrahimi, nuk i ndodha asgjë. Mirë po këtë në gjendje që më thonë nuk kanë aty në zjarr, fakt lakuriç është apo? Ka mbet po, rrobat janë djeg. Zjarri rrobat i ka djeg Ibrahimin. Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar zjarrin Ibrahimin mos me djeg. Rrobat janë. Andaj pejgamberi alayhis salam thotë se i pari që do të vishet në ditën e Kiametit është Ibrahimi. Është shoku i kësaj. Po, shoku i kësaj që ka ndodhur. Edhe kjo, domethënë, kjo bindja që është të pejgamberët, çfarë bindje në kësi situatë është vështirë dikush ta tregon bindjen. Po. Allahu më thonë, i besojnë krejt, mirë po, shiko çfarë situate ka kalu Ibrahimi. Andaj Ibrahimi është Khalilullah, miku i Allahut. Po. Shoku i kësaj. Atëherë ta përmendja të rastin që do kenë takimin Ibrahimi alayhis salam me babën e vet në Hirat. Ibrahimi alayhis salam shpesh me babën e vet na tregon se baba vet ka ndërtu, ka bë idhuj edhe i ka shit. Edhe Ibrahimi alayhis salam çdo herë ka thirr në njohurinë e Allahut, ti beson Allahut një, jo ti beson zotrat. Mirë po, çdo herë ai ka refuzuar. Ibrahimi sa herë i është kthy me fjalë të mira, me fjalë përkthelse. Megjithatë, në përfundim ka rase nuk beson ai. Në ditën e Kiametit do ta sheh babën e tij të shndruar në një hienë, të përlyer me baltë. Edhe do t'i thot Allahut, o Zoti im, ti më ke premtuar se në ditën e Kiametit nuk do të më dëshpërosh. Edhe Allah subhanahu wa taala ka thënë edhe premtimi im është e përmbushi premtimin, nuk e thye premtimin. Çka është kërkesa jote? Thot babai im është në zjarr, në xhenem. E Allah subhanahu wa taala thot on xhenetin u kam ndaluar atyre që më bëjnë shok, atyre që më përshkruajnë shok.
Nuk mund. Edhe Nuk e pranon edhe kjo afërsi, nuk e pranon po domethënë. edhe kjo afërsi prenda, po nuk, do thënë nuk ndihmon në ditën e Kiametit. Në rregull. Domethënë është tash mbaron kjo pjesa ku vetë se Ibrahimi alayhis salam shpëton prej zjarrit. Edhe apo largohet prej atij vendit. Po, Po. largohet prej atij popullit. Po edhe takohet domethënë me Nemrudin. Edhe Ibrahimi alayhis salam ka vazhduar me këtë thirrje. Mirë po, Normal. ka ra në takim me një vend ku është mbreti e ka shpall vetën Zot. Se mbretërt janë ditë në për dynja. Mbret edhe aq. Mirë po, jo vetëm mbret, po ta shpall vetën Zot, ta adhurohet ai përpos Allahut, ka qenë Nemrudi. Edhe njihet ajo kulla e Babilonisë që kanë dashur ta bëjnë shumë të gjatë me mbritë e Zotit. A është i pari që e ka dashur ta marrë këtë epitet sikur un jam Zot para atia, a di diçka historia që dikush tjetër e ka? Nuk dim për saktësinë, që domethënë po mund të jetë për atyre që prej të parëve që e ka shpall, domethënë edhe si mbret edhe e ka shpall veten se duhet të adhurohet si Zot, edhe i pari që ka pas kuror në kokën e tij. Në i pari është kuror në ka. Ashtu fliten historikisht se i pari që ka bën kuror. Edhe ky ka pas, domethënë debat. Ibrahimi pikërisht debatin e ka zhvilluar këtë që demanton se njeriu nuk është Zot. Edhe andaj në thirrjen që i bën Ibrahimi e Nemrudit, i thot Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje. Mirë po, ne dim se si Allahu jep jetë dhe vdekje. Ki ka dashur me tregu se edhe ky jep jetë dhe vdekje, edhe i ka urdhëruar ata që t'i sjellin dy robërt të tij, edhe njërin e ka liru. Njërin e ka liru duke aluduar se unë i dhash jetë këtij. Tjetrin ka urdhëruar ta vrasë. Edhe ashtu ka ndodhur, edhe i ka thënë Ibrahimit se ja edhe unë jap jetë dhe edhe unë jam domethënë Zot, ka pas qëllimin. Atëherë Ibrahimi alayhis salam kur e sheh se ki kështu, domethënë do të argumentohet, i thot diçka që e din Ibrahimi se atë nuk mund ta bëj. I thot Zoti im e sjell, domethënë e lind diellin nga lindja dhe e perëndon nga perëndimi. Ti nëse pretendon se je Zot, atëherë ne të bëje të linden nga perëndimi. Edhe këtu dështon dhe Allahu nuk i udhëzon njerëz të devijuar. Pastaj është një takim kështu interesant apo që ka me mbretin tjetër, me mbretin e Egjiptit. Bashkë me Sarën. Para kësaj edhe Ibrahimi alayhis salam ka kërkuar prej Allahut, ka kërkuar se Ibrahimi alayhis salam ka besuar se Allahu i ringjall njerëzit, ju jep jetë, i vdes, i ngjall, dhe ka kërkuar prej Allahut: O Zot, më bën të mundshme të shohun si i ringjall të vdekurit. Ka bërë këtë kërkesë, a? Po, e ka. Dhe Allah subhanahu wa taala një herë pyet, a nuk beson? Se besimin kësaj gjëra duhet të jetë kështu, domethënë pa i pa. Vetëm pyetje ka qenë Allah, ka thonë Ibrahim, jo, besoj, po të më shtohet bindja, se njeriu kur e sheh diçka besoj, bindja shtohet më tepër. Atëherë Allah subhanahu wa taala i thotë merri 4 zogj, edhe coptoj shpërndajna për kodra, edhe dil me një vend, edhe thiri prej atje ti përgjigjen thirrjes tande. Kur ti thrasësh të vinë. Edhe e bën Ibrahimi kët. Para mendon ta marrësh zogj, ti coptosh, edhe i thret edhe ata rikrijohen, ngjiten kështu edhe vinë duke fluturuar te Ibrahimi. E thot Ibrahimi, e kuptoj, u binda, mushtu bindja për mi bindja, se Allah është i plot fuqishëm. Kjo Ibrahimi, domethënë, për këtë çka ka pas grada të larta si pejgamber në mesin e pejgamberëve. Tash besoj mundem mundal apo ta e pjesa ku takohet me mbretin e Egjiptit. Më algëndull jam bajki nervoz se s'm ka dalë, po fakt a ka dalë më. Ato bëu diçka se jam të marr vesh, domethënë për unë kalkulimi jam është që duhet me fituar mos po fitoj. Okej, si do të qoftë, jeni atë pjesa e ku i prezantojmë reklamat që kemi në shtat dobi. Këtë herë do bëj pak një ndryshim më të vogël, domethënë njëjtë mendoj kompanitë të prezantojmë me 3 fjalë, që është domethënë karakteristikë e asaj kompanie. Të katërtën më ashtuar agatot. Hë?
Shve pse, po ato është pak si i menshëm, e di pak. Du edhe pak ta shoh, domethënë kapacitetin se i kije. Ja. Çka bëj jo, çka jo. S'pranoj. Se Vlla, i na marr vesh për kamerman dash. po, Si shtu duhet. Jo, rrit Marokon. çe shqiptar, çe. Domethënë pak më ja përmend, domethënë. Edhe më dhon diçka angazhim, një rrogën, domethënë, s'di më hapet tjetër. Në fakt, falni, 3 fjalë që duhet mi thonë për një kompani. Është pjesa ime, fjalën e katërt e thot dulla. Dulla ku inkuadrohet, aty nalet minuta. Ta kish parasysh, domethënë duhet me koni kujdes që ndull, mi nalin minutat, okay? Besoj shumë po. Atëre startojmë. Aroma Dream. Jo, e kom përmend atë aromës pak më vonë më interesant. Atmosferë, lumturi, përjetim. Edhe fjala e katërt, dull. Era mirë. O dull. 2 fjalë ti thon, 1 fjalë dush me thon. Era mirë janë 2 fjalë, 1 fjalë dush me thon. Era. O ti edhe çat kamerën e ki shumë trante e ki. Për më atë tjetër. Burgerzone. Knasi, zjarr, edhe pauzë. Dulla ka Në veç pa. Qa ka lidhe pauza me... A dolla. A dhe thojë loç, i të tosh mi marr minutat. Doll thujet katërt. Këto punë demi mut, katërt në thuje. Fjalën e Jalloni, katërt. së më të të marrë veç, që ka lidhe ka lëtëm si qajtë. Po doll. Lidhe. Po hamburgeri kur hahet loç. Kur jem punë. Normal, pauza vjen edhe merr hamburgerin. E qartë. Thujet katërt në fjalën e katërt thuje. Pum. O dull, se kuptu lojën, o dull. Dush me thonë një fjalë që lidhet domethënë me këtë rastin. Punë. Çka ka lidhje punë është këtu? O aslan, unë edhe të inqizu, të punu ha. Se s'na e pauz. Shtoj. Mirë. Tamam. Hajde bëjmë tjetër. Hajde, do. Palestina drinks. Etje. Freskim. Risi. Dulla e kumrenit shumë mirë. Të lutna. Mos ma prish filmin shumë mirë e kumrenit. Katërtën. Lang. Lang me vlaj, se a e di këtë qile të edhe këtë lojt i ka. I ka e kolës, Pa. e ka të fantas. Shije ka, domethënë orange është ajo, po e ka shijen e pa. E ka e në RG, ku e di? Energy drink e ki fjalën. Ti dy llafe, ka mirë me shumë e trante ki, ti dy llafe s'di mirë. Është drink. Hajde. Homax. Zbukurim. Shkëlqim. Edhe kështu thonë ka dull çka menon ti, më mirë mos menon. Stil, po stil. Katërt të ndull, hajde los. Plastik. Çka ka lidhje do. Po mirë lot. Plastik ama Homax, o loçk. Homax, po. Mirë dhe hamak sa atë plastikat. Po shumë i mençëm jeti. Po nuk ka veç te plastikat, në Shkup i ki në 3 lokacione, e ki te plastikat, po. Taftaliçe e ki te Sullopromi, te Tove e ki te Palma, te Palma Mall, Gostivar e ki edhe Strumit. Edhe Mega Plast, Mega, po kom përmend, Mega, po e kom përmend, po gjigant, përdore shqip gjigant, komfort, siguri. Mëre shumë shpejt jam. E tulla e di është e ka me do. Hajde tull. E ka të Balkan. Po tull, Balkan. Po mirë baslan. A thëshë ti, aja i ban, si sobe ban, qelë, tane tek një zbukurim, atë këtë. Po e ban, ta raset i ban qështu. Best Mobile. Digital, ose digitalizim ma mirë ta bëjmë. Digitalizim, inovacion, telefon. Edhe e katërta, adult. Dashuri. A si të kuptua? Jo, s'm të kuptu, ti duhesh më shpjegu se si kuptosh të senjë. Po me atë që ka do me folën, fol, se hasme sa qeli telefonin heqen. Po, është që, po unë e përmena të... O, hajde, përme qëtë. Me që kaputi. Kaput? Kaput ka me të boti, kamput. Adult. Kjo adventur,
ç'të kemë shqip? Adventur. Po. E dyta piknik, edhe normal besoj piknik ekip. Edhe e katërta dullt edhe ta mshelim këtë muhabet. Veç pak. A kime mshu shumë? O, dullt thujet katërtën edhe ta sosim këtë muhabet. Losh, këtu jetë katërt, edhe sosim. E kjo kaputi. Kamput o dullt, kamput, jo kaput, kamput e kajmë. Tamam. Pa? A ka për më mbrojt për me... Ka dullt, ka. Ta bije për zotën tjetër, s'prish punë, veç kallzoje fjalën, thuaj fjalën e katërt dhe ta mshelim më këtë, hajde më shpejt. Shpres. Se shpres, ash. Bravo. Kur fjalë më të mirë s'ke thënë? Fjalë më të mirë s'ke thënë. Veç apo kishin minutazhin? 1:35. Tash besoj mundem mundala, po ta e pjesa kur takohet me mbretin e Egjiptit, një takim tjetër që ka pas. Aty që është prezent edhe Sara, gruaja e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi a.s. ka qenë i martuar me një grua e quajtur Sara. Sara ka qenë grua e pashme, grua, më thëmë, si një grua e pejgamberit. Edhe ju ka ra një udhtim të bënje në Egjipt. Mirë po, këto kanë qenë nga raca semite, të bardhë. Kush? Ibrahimi Ibrahimi dhe alayhis Sara. salam. Kur shkojnë në Egjipt, atë që kanë qenë kopt, esmer. Edhe populli i Egjiptit e kanë pas zakon që nëse shohin një grua të bukur, t'ja çojnë mbretit. Okay. Edhe kur shkon Ibrahimi a.s. me Sarën, Sara ju bjen sy atje. Se racë tjetër e bardhë, ato kanë qenë esmer edhe me njëherë ju bjen një sy edhe se cili ka dash të kontribon, këtë grua të bukur t'ja çojnë mbretit. Edhe pse kur kanë ardhur ata e kanë pyetur Ibrahimin kush është, ka thonë motra. Çfarë përgjigjet ata? Motra thotë. Po, Sara i thot Ibrahim, se po thua motrën nuk e bashorte, grua. Ibrahimi a.s. i ka thonë, po vetëm unë e ti jemi besimtar këto. Në këtë vend, i gjithë ky vendi vetëm unë e ti jemi besimtar, po të them motrën nga feja, në aspekt fetar, po të them motrën, se ti je bashkëshort jemi. Megjithatë ata kanë vendosur dhe e kanë marrë dhe ja kanë dërguar mbretit. Ja kanë dërguar mbretit atje. Mirë pa Allah subhanahu wa taala i mbron pejgamberët, i mbron bashkëshortët e tyre, i mbron familjet e tyre dhe kur ja kanë dërguar Sarën mbretin është paralizuar. Edhe ka kap një frikë, edhe ka thonë, nxjerr një jashtë. Kur ka dalë jashtë Sara, përsëri është kthyer në formën e mëparshme, normal. Përsëri e kanë marrë brendat e mbreti dhe përsëri është paralizuar. S'ka mund me lëviz, s'ka mund. Edhe është frigu, mbreti është frigu nga kjo situatë, kështu pse po krijohet kjo situatë me hyrjen e saj brenda te ai mbreti. Edhe prej frikës, se thotë nuk s'm keni pru njeri, më keni pru ndonjë ndoshta nga i gjinat. Prej frikës Sarës i jep do dhuratë. Në mesin e dhuratave e ka dhënë edhe një robresh, ajo ka qenë Haxheria. Ka qenë Haxheria, më thonë edhe prej aty largon, kthehen në vendin prej kanë ardhur. Thonë shpëton prej intrigave, do të thonë që Allahu i mbron, ka mbrojtur nga ajo që ka mund të ndodh. E pastaj kjo Haxheria vetë bota më bashkëshorte e dytë e Ibrahimit alayhis salam. Po me Ibrahimi alayhis salam me Sarën nuk kanë pas fëmijë, s'kan pas fëmijë. Edhe ka qenë një propozimi Sarës, ti thot Ibrahimit, ti she martu, sikur ti she martu me Haxherën, ndoshta Allah të falë fëmijë me këtë. Edhe ka ndodhur ajo, është Ibrahimi alayhis salam është martu me Haxherën dhe Allahu i ka dhënë fëmijë, ka lind Ismaili alayhis salam. E pastaj, pas një kohë, domethënë dihet se Ibrahimi alayhis salam një kohë të gjatë s'ka pas fëmijë, edhe kur ka lind Ismaili ka filluar me me një dashuri pak të madhe. Dashuri prindërore, po mas një kohë kur furnizohesh me fëmijë, ajo dashuria pak edhe është vështirë të kontrollohet. Dhe Allah subhanahu wa taala kështu i edukon pejgamberët. Edukon edhe me sprova, me raste të ndryshme, edhe i thot Ibrahimit alayhis salam, tash këtë fëmijë që pedon ti shumë, ke me marr
me bashkëshortën dhe fëmijën me çute thotë te shtëpia ime e shenjtë. Do thonë qabja është. Ama në këtë kohë qabja nuk ka ekzistu. Ka pas? Qabja është themeli. Themelet. Themelet i ka pas. Themelet i ka pas, ndërtesë mbi tokë jo. Themelet kush i ka bë? Më shumë më sakta që manon, do thonë zemra melekët. Okej. Qabja është ndërtu për melek, nëse thuhet se kur kanë dashur me gry ato themelet, kur i kanë gry, kanë gjetë në themele gur që nuk i përkasin atij vendit, edhe të mëdhenj që s'ka pas transport atëherë dikush të transporton Për provate. nasi, më thonë, për masa të mëdhej ato gurt. Edhe kështu mendohet se melekët e kanë ndërtu qabën. Allah e di më mirë. Në rregull. E tash vazhdoj domethënë Ibrahim alayhis salam i urdhënon domethënë Haxherin edhe Ismailin që të largohen për atij vendit për me shkuar. Allah subhanahu wa taala. Urdhë Allahu domethënë është fakt. Urdhon Ibrahimin edhe Ibrahimi alayhis salam si pejgamberi përpikti bindur në Allah, gjen urdhë Allahut e don fëmijën, po urdhri i Allahut është më i madh. Dhe kështu duhet shikohen prioritetet kështu shikohen. Edhe e merr Haxherën, i tregon Haxherës kështu duhet më çu në një vend, po edhe kjo gruaje shembullore. Edhe kjo grua është shembullore. Domthon, çfarë urdhri ke me diskutuar? Jo, a ka thënë Allah. Edhe i çon atje. Kur arrin taj vendi, atë vendi ku i ka treguar Allahu se është shtëpia ime e shenjtë, faktikisht nuk shef asnjë farë godine aty. Rafsh ka qenë. Po Ibrahimi thonë, Allahu më ka thënë se aty është shtëpia e tij e shenjtë. Po i kam mjaftu. Edhe i ka lënë aty, ju ka lënë ujë, pak një calik ndoshta me ujë, edhe një strajc me vogël me hurma. Edhe është kthi. Mirë, po kur e ka pa Haxhera se Ibrahimi po kthehet tash, edhe pilen aty edhe ka pa atë vend se s'ka kurkush, askush nuk jeton aty. I vetëm një grua me një fëmijë, çfarë do të bën aty? I thot, o Ibrahim, pse po na lë këtu? Në kësi farë pyetje Ibrahimi s'është kthi. S'është kthi. Ajo vazhdimisht, o Ibrahim, pse po na lë këtu, pse po? Deri kur e ndron pyetjen Haxheri, thot, o Ibrahim, tash ajo e din se burrin e ka pejgamber. Edhe ki, apo bën diçka me urdhë të Allahut apo vet? O Ibrahim, a Allahu të ka thonë me na lën këtu? Atëherë kthehet Ibrahim. Ibrahim alayhis salam kthehet atëherë thot, po thot Allahu më ka thonë me lën këtu. Bindja e Haxherës, një grua shembullore, grua shembull për jo vetëm për gra, por edhe për burra. Në kësi farë situate, thot atëherë Allahu nuk do të na humb. Atëherë nuk bindjen që ka pas, po, pasi Allahu pas ka urdhnu, nuk do të na humb. Kjo është bindja, domethënë e Haxherës. Interesant. Edhe kanë ndetë edhe është ndalë më. Nuk i ka shku, s'ka vazhduar më të shkon brapa Ibrahimit. Është ngjashme me thënien e Ibrahimit alayhis salam. Kur Po, ka ndoshta fugin zjarr. Kuli, ai domethënë Mbështetja. ajo mbështetja në Allah. Kjo është e lidh me besimin në Allahut edhe e di se Allah është i plot fuqishëm edhe urdhon çka është mirë. Kur vjen këtu mend ndalesh te urdhri i Allahut. Edhe ndalet Haxheria. E Ibrahimi alayhis salam peleg një grua edhe një fëmijë të vogël aty. Askush nuk ka. Edhe Allah subhanahu wa taala po urdhon diçka. Edhe shikon tash Ibrahimi largohet me një vend edhe kthehet ka qabja që do të ndërtohet. Edhe bën një lutje. Edhe në lutje mund të vëresh se Ibrahimi ka pas bindje se këto nuk do të humbin, ka me pas pasardhës për këtyre. E në lutje thot, o Zoti, unë familjen time, edhe thot familjen time, jo vetëm gruan dhe, nuk thot gruan edhe djalin, thot familjen time pasardhës të mi. Dhurrije, në gjuhën arabe është që do të vinë pasardhës. Do të thonë, ka bindje se do të vinë pas këtyre njerëz. I lash me një login pa bindje. E thotë edhe të shtëpia ite e shenjtë. Të shtëpia jote e shenjtë. Do të thonë, ani pse s'është. As bindje ka pas as në fakt as nuk shihet atë shtëpia që. Kjo është imani. Kjo është besimi se ai do të shtëpia. Ti më ke thonë ti Zot, të shtëpia jote e shenjtë. Okej. Të lash të shtëpia jote e shenjtë. Kjo është bindja. Nuk ka thonë, jo o Zot nuk pash këtu asgjë. Jo. Allah ka thonë edhe ajo është atë. Edhe ka thonë që ta falin, që do të vjen kohë ta falin namazin aty. Shikoj bindja e Ibrahim. Ta falin namazin. Pastaj ka thonë ti furnizosh këto me frite. Për furnizimin, shikoj ku erdh
Po. I kam lanë familjen time këtu, pasardhësit që do të vinë këtu. I kam lanë të fali namazin, po pastaj thot që ti furnizosh. Shiko thot Lutje ka thonë edhe bëri zemrat e njerëzve. Ky vend ti tërheq. Kjo popullata që do të vinë këtu të nesërmen, ti tërheq këtu. Furnizoj me frite. Sa. Edhe se ndoshta këto do të një ditë kanë me qenë mirënjohës ndaj tyre o Zoti. Në fakt duaja u ka pranuar. Po, lutja e Ibrahimit Po, sot për shembull është i mbushur ai vend Po. me njerëz nga krejt anët e botës. E tash Haxheria me djalin e tij është në një vend që është një e panjohur, s'ka ushqim, shkretir, domethënë s'ka objekte përreth. Çka ndodh domethënë me këto? Si vazhdojnë? Në fillim aty ai ushqimi shumë shpejt është harxhu. Uji shumë shpejt është harxhu. Edhe kur e ka pa këtë situatë, Haxheria ka filluar të shkon rreth për qark aty dhe e ka pa kodrën Safa. Një kodër ka qenë kodra Safa, në anën tjetër ka qenë kodra Merve. Edhe është ngjit lart mos po sheh ndonjë fis prej endacakëve, prej beduinëve, mos po kalon, sa ato janë endur. Për këtë çka kanë endacak arabëve të parë, beduinët kanë qarkulluar vende të ndryshme me devet e tyre, edhe është ngjit lart në kodër mos po sheh. Është lëshuar prej Safas në Merve me vrapi, kamri është ngjit atje mos po sheh dini. Mos po vjen dikush e sjellin ndonjë pije apo ushqim. Edhe kështu ka shkuar domethënë 1 herë, 2 herë, 7 herë domethënë. Deri ka mbaruar në 7 herë të Merve. Edhe ka dëgjuar një zë. Para mendoni situatën e Haxherës, është me fëmijë të vogël, është në vend pa njohur, shkretin, shenja për mbijetesë nuk ka, edhe kësaj situatës vështirë i shtohet edhe tash i del një zë që është e panjohshme për ta. A është zë që dihet si ndihmë apo diçka që vështirësohet më shumë për përgjigjen normal mund me pa te kjo video. Te kjo pjesa kushtohet nis hip temperatura. Chaneli është i ri, ka nevojë për përkraje. Do të thonë nuk ju kushton kur gjë nëse e bëni like apo subscribe edhe kështu diçka ngjashme. A di mirë që në Islam nuk lejohet me name, ama të kisha pas mundësi, veç një sen, kisha thonë.